Sa po ka përfunduar sfida, apo kryes sfida javës së 11 e kategorisë superiore, Vllaznia Dinamo, ekipi kuqëblu fiton me rezultatin 1-0. Skuadra Dinamovite e ka shoqëruar edhe një grup specialistësh të futbollit, ish futbollistë të kësaj skuadre, i ndërtohet dhe Bashim Delia, i cili pas ndeshjes duket paksa i mërzitur në fakt për rezultatin, por jo për lojën, me çfarë diskutuam përpara intervistës. Po profesor. Është e vërtet ato që thoni ju. Ekipi i Dinamos gjithmonë kur luan kundra Vllaznisë bën një ndeshje jashtëzakonisht të mirë, bën një ndeshje që gjithmonë ka pasur kualitet dhe rendiment për sa i përket lojës së futbollit. Është tradita. Edhe ekipi i Vllaznisë luan shumë mirë teknikisht dhe taktikisht, dhe ekipi i Dinamos ju përgjigj shumë mirë ekipit të Vllaznisë. Dihet që ekipi i Vllaznisë në këto ndeshjet e fundit ka pasur jashtëzakonisht superioritet përfshirë gjithë ekipe, por me Dinamon gjithmonë e ka pasur problem për sa i përket ballavaçimit me ekipin tonë. Ekipi i Vllaznisë ka bërë jashtëzakonisht mirë disa ndeshje dhe ka lojtarët më të mirë në drejtim të sulmit, duke filluar nga Bala, duke filluar Murati dhe lojtari që është i kudo gjenduri, si Kastrati, ashtu dhe lojtarët e tjerë, të cilët sot bën një punë të jashtëzakonshme, por unë dua të them për ekipin e Dinamos që ekipi i Dinamos gjithmonë luan bukur, luan fort, po sot i mungoi goli. Të gjithë lojtarët u përpoqën, mbrojtën një mbrojtje fort, një mesfush e organizuar shumë mirë dhe sigurisht edhe në sulm, për sa i përket edhe Guindos, Bregu, njëkohësisht edhe Berisha, që u aktivizua sot, edhe një nga lojtarët të shpejtë të sulmit Dinamovit, por na mungoi goli. Si lojë ne kishim superioritet, në çdo drejtim kishim superioritet. Vllaznia u tregua me rendiment dhe me efektivitet. Në momentin e golit, ato ekipi i Vllaznisë u tërhoq mbrapa dhe filluan një mbrojtje të fortë solide dhe filluan me kundrasulme. Por unë do të thoja që rezultati më i mirë i kësaj ndeshje, pavarësisht se jam Dinamovit, do ishte 0-0. Në fakt, profesor Delia, ju drejtohem profesor sepse jeni edhe pedagog në Universitetin e Sporteve të Tiranës, edhe Shqyqyri Ballazgjini, një kolegi juaj i ka hershëm në fushën e futbollit, pas pjesës parë ishte mendimi se mund të mbyllen në barazim kjo ndeshje. Dhe mendoni se rezultati më i drejtë mund të ishte barazimi? Po, siç thashëm më përpara, rezultati më i drejtë do ishte barazimi për këtë ndeshje të sotme. Sa mendoni se ndikon kjo humje e Dinamos për vazhdimsinë e kampionatit? Kampionati është i gjatë, kemi përsëri 2 ndeshje tjera me ekipin e Vllaznisë dhe jemi pothuajse jemi në ato nivele që akoma nuk mund të themi që jemi për ekip kampion, por ne meritojmë më shumë për sa i përket gjendjes në klasifikim, por vetë faktin se një fitore sot e jona shkon në vend dytë, me ekipin shkonte rreth 21 pikë dhe ne do ishim jo pretendent, po në fazën e dytë mund të kalojmë në krye të klasifikimit. Kjo sigurisht do ndikoj, por djemt besoj dhe në krye trajnerin Daja, besoj që edhe ky pushimi që do të jetë për ekipit për këto ndeshje të ekipit të kombëtar, si me Andorën dhe me Angli, do t'i vlej shumë jashtëzakonisht ekipit të Dinamos, që në këtë periudhë edhe ato futbollistë që janë të dëmtuar do rikuperohen dhe njëkohësisht do të japin më shumë për sa i përket gjendjes klasifikimit. Ne duam Dinamon gjithmonë kampion dhe qëllimi kryesor është kampion për sa i përket ekipit Dinamos. Vllaznia kryeson kampionatin e Superligës, ndërkohë që kë shikoni si rival direkt përposhtë Dinamos. Vllaznia kryesuese, Dinamo që thatë më herët që synon titullin, krahas asaj dyshe, ke përfshini më tepër? Në pothuajse disa ekipe tash kanë filluar edhe në klasifikim, domethënë kanë filluar të largohen për sa i përket kaçës të final 4, për vetë faktin se edhe Gnatja, edhe Elbasani, njëkohësisht edhe ekipi i Vorës që po afrohet në drejtim të kaçës së ekipit të Utës, janë ekipe
jashtëzakonisht të forta, janë ekipe që në këtë fazën e dytë po luajnë shumë mirë, po bëjnë shumë mirë. Po rivali kryesor për ne të Dinamos ngjelet Vllaznia, Egnatia, që janë ekipe dhe Elbasani. Mendoj me këto ndeshje që unë kam parë për këto ekipe, mendoj që këto do jenë të 3-4 ekipe që do të luftojnë për titullin kampion. Nuk mund të themi tani që me që Vllaznia është në krye edhe është me merit në krye, ka shënuar gjithë ato, ka shënuar më shumë gole nga gjithë ekipet, është me merit në krye të klasifikimit, por është herët të themi që për titullin kampion. Mendoj që 4 ekipe do të luftojnë si Egnatia, ashtu dhe Elbasani, Dinamo dhe Vllaznia janë pranë titullit kampion. Dhe mendoj që ka ndeshje, jashtëzakonisht edhe ka ndeshje më shumë për vetë faktin që kjo është faza 2, kemi një fazë të 3 dhe fazë 4 dhe besoj që këto 4 ekipe do të ndeshen për titull kampion. Të nderuar shikuesi, isha me Bashkin Delin, një emër shumë i njohur i futbollit shqiptar, kryesisht një dinamovit i thekur prej vitesh, i ka shërbyer shumë se skuadre. Ishte sot në Shkodër duke shoqëruar ekipin e Dinamos në kryesfidën e javës së 11, Vllaznia Dinamo që u mbyll me fitoren e Kuqi Bluve. Profesor Bashkimi, faleminderit për intervistën dhe suksese Dinamos. Faleminderit. Me qenë se përfaqësoni edhe klubin Dinamovit dhe sot jeni veshur edhe në blu, si ngjyra e klubit. Faleminderit dhe ju. Respekte.